Qa ke kërku realisht në Everest? E lypsha një verzion tjetër të Petritit, e lypsha ndamje tjetër stem, në qysh e kena para lufte, mas lufte, e dësha që i bot një farë pike, ndarse për jetën tem. Edhe kjo punë pak të shkoj këtë të shtit copa, edhe më shtoj nuk është që për një ditë ku me marrë mendim me shku në Everest, që 4 vjetë të dalë në përbjeshk, në hiking, fillova me lyp diçka ma shumë. Mas të jena njerës prej që jem shku, unë e uta e kretë, ju ka qitë algoritmi edhe i ka shti pak me po ma shumë Everestin. E unë tu këshyrë në stop në përbjeshk, u më shtinje shumë fellë. Tu këshyrë, tu analizu, tu e menu, edhe mas nejna fillova pak shumë e thonë, ku shkoj kështë më mblank, e posh një farë doze të Everestit, e posh një farë doze të natyrës të ekstreme. Edhe tu hullum tu posh vetën, tu hecë në për Everest, edhe ma vish filloj edhe në gjumi mësë me marë. Qështë u morë vendime, kuptohet që Everest e thëmë shpesh, edhe ka me thonë shpesh, nuk fillon në Everest, Everest e fillon shpesh. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.